Dashi. Në vitin 1784, Thomas Jefferson, presidenti i tretë i Amerikës, që ishte i shenjës Dashit, përmbushi një gati ta quajmë mrekulli. Shtetet e Bashkuara ishin një, të themi, shtet i ri, vend i ri, i pa organizuar, ishin vetëm 13 shtete dhe disa territore fare të pa organizuara. Si përfaqësues i Kongresit, Jefferson përpëzoi një dekret të veçantë ligjor për ndalimin e skllavërisë në territoret e pa organizuara, në ato që më vonë u bën shtetet e bashkuara, që u bashkuan shteteve të bashkuara të Amerikës, që ishin Tennessee, Mississippi, Alabama. Për fat të keq, ky propozim vetëm për një votë nuk u aprovua. A mbrini ta imagjinoni se si do të kishin shkuar gjërat sikur ligji për ndalimin e skllavërisë ishte aprovuar ca 10 vjet përpara se të fillonte lufta civile. Morali i gjithë sa më sipër, o deshër, bura gra qofshi pra deshër apo dele, është një ndryshim fare i vogël në një moment kyç mund të ketë pasoja shumë të mëdha dhe ju e parashikojnë o dash, bura grua qofsh, se javët në vazhdim jeta jote do të jetë një demonstrim i kësaj që sapo thash.